Do të vjojnë flasim për samitin e diasporës që përfundoi ditën e djeshme, ku në fokus ndër tjera ishte edhe kontributi ekonomik që duhet jap diaspora, por qeveria shqiptare nga ana e saj duhet ta lehtësojë sa më shumë të jetë mundur terrenin. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Elvin Meka, eksperti treggjeve financiare. Zoti Meka, përshëndetje, mirë se erdhët. Yes. Tani si me remitancat, është kontributi mi madh ka mbështypjen i emigrantëve shqiptar për familjarët e tyre këtu tek ne. Dhe në thuajse për gjatë gjithë ekzistencës së tyre, këto remitanca kanë shkuar më shumti për konsum, kanë plotësuar në një farë mënyre pensionin dhe në vitet e fundit po shkojnë edhe për pasurit paluajtshme. Mos është momenti që këto remitanca t'i çojmë në një tjetër nivel në mënyrë që të gjenerojnë mirëqenie në Shqipëri, të gjenerojnë vende pune, pra tjetë një investim i cili gjeneron të ardhura? Unë do të shtoja që përveç aty që me drejt fat, pra më me themi për dorimin e remitancave, kryesisht për vullimet nevojave të konsumit dhe për investimin pasurit paluajtshme, pra në apartamente, shtëpi ose banesa, një pjesë jo e pakët mbetet ose arrin të përfundoj thjesht si depozita në banka. Pra, indirekt, në një farë mënyre ekonomisë këto para i shkojnë, por sigurisht jo me atë, po themi, eficiencën optimale, që në kushtet tjera, ose më mirë themi në kushtet e ekzistencës së një strategjie, ose më mirë themi të një modeli të ndryshëm zhvillimi, këto do mund të përdorëshim me më shumë efikasitet. Në fakt, ndër vite ka pasur propozime, flas këtu e 15-20 vite të shkuara, për të gjetur një lloj mundësie, mekanizmi ose alternative për të energjizuar ose për të kanalizuar në mënyrë optimale një pjesë të dërgesave të emigrantëve, pasi vlerësoheshin se rreth 25-30% e tyre mbeteshin të lira duke supozuar plotësimin ose përmbushjen e nevojave të konsumit dhe strehimit. Megjithatë edhe sot e kësaj dite nuk gjejmë në tregun shqiptar, pra qoftë në tregun financiar, ose më themi edhe më gjerë, nuk gjejmë ndonjë mekanizëm ose instrument të përcaktuar ose të mirë përcaktuar, të mirë orientuar, që i jep mundësi, si thua, një pjesë të dërgesave të emigrantëve shqiptar, që të kanalizohen në mënyrë efikase ose të prekshme ose të ndjeshme në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Pra mbetet vetëm si thua pjesa e kanalit bankar, pra një kanal tradicional, i cili thjesht i pranon si depozita këto fonde të tepërta ose likuiditet të tepërta që qytetarët shqiptar kanë nëpërmjet remitancave dhe vazhdojnë atë, si thua, rolin e vet tradicional të ndërmirësimit nëpërmjet bankave. Sigurisht, po ajo ka ardhur, po ka ikur. Ka kaluar. Do të themi, ka kaluar, pavarësisht se niveli i dërgesave të emigrantëve vazhdon të mbeten në nivele të larta, që vite rrihet jo vetëm si pasojë e rritjes së numrit të shqiptarëve në diasporë, pra jashtë Shqipërisë, por edhe të zhvlerësimit relativ të euros, pra duhen më shumë para në tema euro, jo leku. Duhen më shumë euro ose valute huaj për të blerë të njëjta të madra dhe shërbime, por gjithsesi tham ende për fat keq Shqipërisë mungon një mekanizëm efikas për të kanalizuar me efikasitet atë pjesë të mbetur, më mirë themi, të tepërt ose likuiditet të tepërt që mbetet nga dërgesat e imigrantëve që i hynë në ekonomisë shqiptare. Pra, tentojnë të mbeten prapë me një rol modest ose pasiv, si thuash. Duhet të ketë njëkohësisht edhe stimuj të tjerë fiskal, profesor Meka, sikur se ndodhi me paketën e maleve. Është një mekanizëm që synonte rikthimin e emigrantëve në Shqipëri, bashkë me kapitalet, bashkë me dijet e tyre, dhe ka lehtësi në procedura, ka njëkohësisht lehtësi fiskale 10 vite pa taksa dhe disa lehtësi tjera. Mos duhet që në mënyrë që, sepse jo të gjithë kanë eksperiencë në hoteleri, turizëm, mund të kenë në shumë sektor të ekonomisë sonë. Mos duhet ky shembull i paketës maleve të zgjerohet edhe në sektor të tjerë? Patjetër, kjo do të ishte
optimal, jo vetëm thjesht për dërgesat e emigrantëve, por për gjithë ekonominë përgjithësi. Fatkeqësisht, ndikimi, më mirë themi, ose riorientimi i fondeve ose kapaciteteve, ekspertizave nuk bëhet thjesht me politikën fiskale, për më tepër që në horizontin në afat mesëm dhe afat gjatë, kryesisht deri nga viti 2029 në vijim, kam përshtypjen që dhe nga dalë të gjitha këto nxitjet ose nxicat fiskal për sektor të ndryshëm të ekonomisë, pra qofshin këto të IT-s ose të hotelërisë, turizmit, do të shkojnë duke ushuar, pra është një lloj prirje që mos kemi disbalanca, më mirë themi, në ose favorizime fiskale, por duhet jetë e qartë një gjë që vetëm me një nxitsa ose iniciativa fiskale nuk mund të promovohet ose të riorientohen ekspertiza, fondet, dijet, kapacitetet, mundësi financiare. Këtu ka nevojë për një strategji të mirëfillt të zhvillimi, e cila sigurisht duhet rolin kryesor duhet ta luajë patjetër qeveria, por në partneritet dhe në bashkëpunim me grupe kryesore të interesit që në një farë mënyre janë dhe ato kushtisht lidhur me zhvillimin e ekonomisë. Për fat keq nuk po shikojmë ndonjë strategji me këmbë në tokë ose një strategji konkrete se si dhe do mund të kanalizohen dhe energjizohen këto fonde, po me që po flasim për pjesën e dërgesave të emigrantëve ose të diasporës, nëse mund ta quajmë kështu. Në ekonominë shqiptare, Shqipëria ka pak mundësi dhe alternativa të cilat duhet lidhen patjetër me industrializim ose riindustrializimin e vendit, pra përtej pjesës së hotelëri, turizmit ose shërbimeve të caktuara, Shqipëria ka pak mundësi dhe alternativa në tema të industrializimit. Sigurisht, gjithë të thënë kjo, nuk është se jemi krejtësisht pa shpresë, Shqipëria ka mundësi dhe alternativa, por ato i përkasin bisnis sektorëve të cilët kërkojnë angazhime relativisht të konsiderueshme, pra kur flasim për pjesën e industrisë ose të transportit ose të energjisë, bujqësia mbetet një pikë shumë e rëndësishme që mund të ezaurohet plotësisht pjesërisht me pjesën e paketës maleve, por jo plotësisht, pasi bujqësia zhvillohet kryesisht në fushë, jo në mal. Do isha i mendimit, ose do kisha një opinion që qeveria duhet patjetër të konsiderojë me përvarësi hartimin ose zbatimin e një strategjie që kanalizon në mënyrë efikase fondet ose liquiditetet e shqiptarëve në diasporë, në bujqësi. Dhe kur flasim për bujqësi, jo për zhvillimin e bujqësisë tradicionale, po një bujqësie smart, ose më themi me ato parime, metoda, mekanizma dhe instrumenta të vendeve më të përparuara, më mirë themi, në sektorin e bujqësisë, pra të ngjashme po themi me Hollandën, Izraelin, Turqinë, e kështu me radhë, pra të cilat janë të treguar, më mirë themi, në avangard të këtyre proceseve, pra në zhvillime shumë efikase në fushën e bujqësisë. Pra bujqësia nuk duhet lënë atë spontanitetin e saj, dhe ku më mirë se sa sektori i bujqësisë ose i agropunimit mund të përfitonte nga kjo pjesë ose nga këto fonde ose nga këto mundësi financiare që paraqesin, më mirë themi, diaspora shqiptare. Pra kjo mund të ishte një fushë shumë e mirë, shumë e përshtatshme. Natyrisht, thash, nuk bëhet vetëm thjesht me incentiva fiskale, duke ulur ose duke reduktuar normën e fitimit të vëshën e shumë radhë, ka plot mekanizma të tjerë, të cilët e mbështesin dhe suportojnë këtë element. Nga ana tjetër, mendoj se duhet hedhur çik syri edhe në pjesën e zhvillimeve në sektorin financiar, jo bankar, për t'i dhënë më shumë jetë dhe zhvillim institucioneve dhe instrumente financiare në treg. Këtu emigrantë shqiptarë, duke qenë se jetojnë jashtë vendit, janë më afër këtyre zhvillimeve moderne, më vërtemi, si të tregut financiar, tregut kapitaleve, instrumentave të tij,
institucioneve që operojnë në tregje dhe edhe në këtë aspekt ose në këtë drejtim mund të konsiderohen mundësi dhe alternativa ose të eksplorohen, të identifikohen mundësi për të ngritur, më themi, kapacitete për të kanalizuar ose për të orientuar një pjesë të tyre fondeve, dijenive, ekspertizave që kanë më themi shqiptarët jashtë Shqipërisë, pra ka plot shqiptar të rinj të reja, por edhe në një moshë të mesme, të cilët kanë vite që punojnë dhe jetojnë në vendet më të zhvilluara, më themi të perëndimit, qoftë në Evropë ose në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, të cilët kanë fituar dhe kanë tashmë një ekspertizë shumë të mirë, kryesisht në pjesën e industrisë financiare, dhe kjo mund të shikohet si një lloj mundësie, alternative optimale, që ajo të ketë mundësi të jetësohet ose të marrë jetë, formësohet si një pjesë e industrisë mirëfillt financiare në Shqipëri, duke shfrytzuar fillimisht ekspertizën e këtyre shqiptarëve, pra të cilën në jo pak raste janë edhe të suksesshëm jashtë Shqipërisë, flasim, por që mund të shërbejnë njëkohësisht edhe dërgesave të imigrantëve, pra fondeve të imigrantëve shqiptar, por edhe lidhjeve të tjera të shqiptarëve të Shqipërisë. Pra edhe sektorin financiar e shikoj si një potencial të mirë, pra për të kanalizuar, thash, jo vetëm fondet e ose lidhjeve të tjera të imigrantëve shqiptar, por edhe ekspertizën, për ajo që na intereson dhe na duhet më tepër. Më mirë themi, do të shikoja si të pandar ekspertizën e shqiptarëve të diasporës, pra në fushën e bujqësisë dhe të sektorit financiar, kryesisht të sektorit jo bank. Dhe këta dy sektorë, profesor Meka, duhet të alternohen njëkohësisht edhe me inovacionin, që gjithashtu inovacioni ka zënë një pjesë të mirë diskutimeve në panelet e diasporës. Dhe nuk flas thjesht inovacion brenda sektorit të vet, por inovacion që mund të ofrojë në sektor të tjerë, sikurse mund të jetë bujqësia, sektori bankar, shumë sektor të tjerë. Patjetër, kur flas për angazhim të diasporës shqiptare në ekonomi, pra në ekonominë kombëtare, në mënyrë pashmangshme ose mendja në mënyrë të arsyeshme të shkon pikërisht për shfrytëzimin ose energjizimin e kësaj dijenie, të kësaj ekspertize, që tashmë është grumbulluar ndër vite në mes shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në vende zhvilluara të Evropës dhe Shtetit Bashkuara, për tu inkorporuar në ekonominë shqiptare. Inovacioni nuk duhet kuptuar vetëm thjesht në fushën e IT-s. IT-a ka, si thuaç, pjesën e vet ose mënyrën e vetë se si ecën dhe si funksionojnë këto shërbime. Besoj që nuk po ecën keq, qoftë nga shqiptarët e diasporës, por kryesisht edhe nga shqiptarët brenda Shqipërisë, janë ka goxha subjekte dhe individ të angazhuar në ofrimin e shërbimeve të tilla dhe të eksportimit të tyre jashtë Shqipërisë, por mendoj që kjo ekspertizë e çmuar e shqiptarëve që në raste të caktuara mund të jetë edhe shumë mesplikator, pra me emra ose individ dhe personalitete të shquar në rang global, tashmë, pra në rang evropian dhe botror, mund dhe duhet shfrytëzohet në drejtim të mbështetjes ose suportit që mund të jepet ekonomisë shqiptare drejt për drejt ose jo drejt për drejt, pra qoftë duke hapur sipërmarrje në Shqipëri, pra bëhet fjalë për u hapur në Shqipëri, qoftë edhe indirekt nëpërmjet angazhimit në aspekte ose programe të ndryshme qeveritare ose në pjesëmarrje në tendera publik, pra që ndihmojnë dhe mbështesin institucionet shtetërore, thash kryesisht jo vetëm thjesht në fushën e IT-s, por edhe në mjaft fusha dhe në sektor të tjerë. Madje do thoya, thash, unë nuk i shikoj të ndar kontributin financiar dhe kontributin në dije dhe ekspertizë. Madje ndoshta në momentet aktuale ku Shqipërisë nuk i mungojnë
fondet dhe liquiditetet nga brenda e ekonomisë, ajo që merr më shumë peshë dhe rëndësi ka është pikërisht, më mirë themi, dija dhe ekspertiza e shqiptarëve që jetojnë jashtë Shqipërisë. Edhe një pyetje të fundit, profesor Meka, shkurtimisht. Duhet kemi një strategji afatgjatë, por që është me rëndësishmja rezultatet matshme nga samiti. Në samit janë realizuar 3 samitet tjera, përveç këtij të fundit, dhe nuk është se kemi ndonjë dhënë zyrtare të shkruar se çfarë ka ndodhur. Nga samiti i kësaj jave deri në samitin e ardhshëm, duhet të ketë njëkohësisht mekanizëm që realisht të mas çfarë është bërë. Patjetër, nuk do duhet zhvilloheshin 4 ose 5 samite për të kuptuar një diçka të thjeshtë që nevojitet patjetër që nga një samit në tjetrin, jo vetëm kemi rezultate të matshme, por kemi edhe propozime të reja, ose më mirë themi gjëra të reja, në mënyrë që samiti mos i ngjajë samiti. Pra, çdo mbledhje e madhe që organizohet me diasporën shqiptare të gjeneroj jo vetëm lajm për eventin, por të gjeneroj kryesisht lajm për zhvillimin e ekonomisë. Pra, ajo që ne na intereson dhe që ta shqiptar i intereson sot, nuk është sa emigrant erdhën, sa medalje dhe certifikata u shpërndan, sa emigrant suksesshëm kemi në botë dhe kë kemi suksesshëm në botë, por si përkthehet ky sukses ose kjo dije, ky potencial njerëzor, financiar, ekspertizë, konvertohet në mbështetje dhe vlerë të shtuar për ekonominë e Shqipërisë. Dhe sa kohë ka një samit i tillë nuk del një angazhim ose më themi një shpallje ose proklamim nga ana e qeverisë ose më themi atyre grupeve të interesit të përfaqësuar nga qeveria shqiptare. Pra nuk del me një argument të fortë ose me një sipërmarrje politike të qartë që do të bëjmë një strategji ose do të zbatojmë ose do të ndërtojmë, do të projektojmë një strategji, një mekanizëm ose diçka tjetër që të vërë në lëvizje në mënyrë praktike dhe faktike, më mirë themi, gjithë këtë lloj magazinet madhe në thonjza dijesh, parash, njerëzish, mundësish dhe alternativash, do të rrezikojmë që të shikojmë në vitet në vijim samitet të tjera, të cilët ndoshta mund të jenë edhe më të mëdhenj, edhe më të bukur, edhe më spektakolar, por që prodhojnë dhe gjenerojnë vetëm lajmin e samitit, e zhvillimit të samitit, ose pjesën, më mirë themi, të show-t jashtëm, por që ka pak përmbajtje ose më mirë themi nuk ka atë ndikim të pritshëm ose krijon pak ose as pak vlerë të shtuar në targen e afërt ose të largët për ekonominë shqiptare, shoqërinë shqiptare dhe qytetarën shqiptar që ka zgjedhur të jetojë dhe të punojë në Shqipëri. Profesor Meka, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar.